Kjo është dita më e jashtëzakonshme në jetën time. Kam gjetur origjinën e kepit të Rodonit. Kepi i Rodonit është quajtur në lashtësi Perëndia e Redonit. Çdo thotë Redon në ilirisht. Janë gjetur monedhat me kapelen Petassos, një person i cili është një lloj si Genthios me Petassos në Shkodër, dhe kjo është perëndia e Hermesit, nuk është Genti. Ilirët nderonin Hermesin. Dhe kjo perëndi e Hermesit ishte perëndia e udhëtarëve. Tani, fjala Redon është gjetur në monedha të tjera ilire, sidomos me një karrocë të bukur, komplet bosh, por që udhëhiqej nga gjarprinj. Gjarprinjt ishin elementet e fatit tek ilirët dhe gjenden në të gjitha simbolet e Amantias, që ta dini, në të gjitha monedhat e tyre. Edhe në monedhat e qytetit Budva në Malin e Zi. Është simboli i kobras së Egjiptit. Vetë emri Budva është emri i qytetit e Egjiptit Butua, të regjistruar në perandorinë e Aleksandrit të Madh. Pra, kjo karrocë me 4 gjarprinj quheshte Redon. Ç'do të thotë kjo? Ka mbetur një mister i plot me shekujt me radhë dhe unë në vitin 2010 lexoj fjalorin e Hezikiusit të Aleksandrisë në origjinal, në greqisht. Dhe ai shpjegon fjalën ilire Redon si armaton. Mirëpo, greqishtja e Hezikiusit të Aleksandrisë është greqishte e shekullit të 6 herëson. Dhe kjo është në fakt huazim nga helenishtja e lashtë. Harmaton, hëja bëhet e zhdukur, quhet psilosis, zhveshje kjo në greqisht. Pra kjo ka qenë harmaton në greqishtën e lashtë dhe do të thoshte fjalë për fjalë e karrocave. Harma quhet karroca e luftës në greqisht, por në greqishtën e antikës dhe as të spartane, dorike. Pra, kjo tregon që harmaton dhe Redon janë një lloj, janë në rasën gjinore shumës. Rasa gjinore shumës në shqip është ndryshe. Në gjuhën serbe, fjala ujk është vuk, gjinore shumës vukova. Në shqip është ulk, si në serbisht, dhe në shumës është ujqeve. Pra është një lloj gjinoria shumës e shqipes dhe e serbishtes. Prandaj nuk gjejmë dot tekste shqip. Janë të gjitha në helenisht. Sepse gjinoria shumës është ndryshe në helenisht nga shqipja. Dhe kur e kuptova këtë, u hidhërova shumë, fillova të qaj më të madhe. Redon është emër në numrin shumës, ka kuptimin e karrocave, dhe karroca është reda. Fjala reda ka hyrë në gjuhën latine gjithashtu, karrocë. Mirëpo në latinisht shkruhet raeda gabimisht dhe është korrigjuar më vonë në reeda me një e të gjatë. Kjo fjalë reda është gjetur në gjuhën kelte, që është folur në Iliri. Pra ka patur fise kelte në Iliri, këtë e dim shumë mirë, pranë Shkodrës, fisi Skordiskoj. Dhe keltët kishin perëndin Eporeda ose Eporedia. Epos i thon kalit në gjuhën kelte dhe reda karrocë. Fjalë për fjalë, kali i karrocës. Perëndia e udhëtimit, perëndia luftës, sepse kjo është karrocë lufte, sipas Hezikiusit të Aleksandrisë. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore të dashur shqiptar. Fjala reda në gjuhën e saksonësve ka dhënë fjalën ready, gati për udhëtim, por ka dhënë dhe një fjalë tjetër në gjuhën saksone, road, rrugë. Dhe kjo fjalë gjendet në të gjitha gjuhët gjermanike dhe në gjuhën kelte. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse tregon që fiset ilire ose kanë folur keltisht, ose kanë folur helenisht,
por jo shqip. Kjo fjalë nuk gjendet në gjuhën shqipe fare. Nuk ekziston si koncept, reda. Tani, ky zbulim është kaq i jashtëzakonshëm sepse Jokli, Majri dhe Pederseni kujtoni se kjo fjalë vjen nga shkurtimi i fjalës Eridanus, lum. Dhe kështu është marrë në të gjitha dokumentat e Akademisë Austriake. Pra të dashur shqiptar, unë kuptohet që me ndihmën e kompjuterave, krejt pa dashur janë bërë më i madh se sa Majri, Jokli dhe Holger Pederseni. Jo për shkak të një zotësie time të jashtëzakonshme, po për shkak se unë lexoj fjalorët. Ata ishin shumë të bindur në aftësitë e tyre gjuhësore, ndërsa unë duke qenë i thjesht, duke qenë komplet me këmbët në tokë, unë hap gjithmonë fjalorët dhe këtë e kam mësuar nga familja ime. Të gjithë në familjen tonë, sa herë që bëhet ndonjë diskutim për origjinën e ndonjë fjale, ne hapnim fjalorët e gjuhës shqipe. Dhe mu bë ky si zakon, si mënyrë veprimi, që sa herë që ndesh në një fjalë e hap fjalorin. Dhe të gjitha fjalët që kam gjetur, unë i kam gjetur me fjalor. Të gjitha. Zbulimet e mia janë bërë në fjalor. Prandaj janë të sakta. Fatmirësisht, universitetet amerikane kanë fotografuar të gjitha pllakat e gjetura në Iliri, që janë në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, në bodrumet e saj. Dhe këto bodrume janë të mbyllur dhe për shqiptarët, por dhe për të huajt, po për amerikanët jo. Ata i kanë fotografuar të gjitha dhe unë i marr nga universitetet amerikane të gjitha thesaret e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Nuk kam nevojë fare as të shkoj në Shqipëri. Janë të gjitha në universitetet e Chicagos, Ohio's, Pensilvanisë. Dhe duke i krahasuar pra me fjalën armaton, që do të thotë të karrocave, e kuptova që fjala redon është në numrin shumës gjinore. Çfarë tregon kjo? Që kepi i rodonit, ose kepi i karrocave, kepi i udhëtimit, fatkeqësisht është një fjalë greke. Pse? Sepse redon është në numrin shumës në gjinore vetëm në greqisht. Tani, kjo më ka dhënë mua një dhimbje shumë të madhe shpirtërore. Pse? Deri tani, unë mendoja që vetëm emrat e qyteteve ishin greke. Jo emrat e lumenjve, fushave, emrat e fshatrave, emrat e Kepit, emrat e Luginës në Shqipëri. Të gjitha janë greke, përpara se sa të hynin slavët këtu. Pra, ku janë shqiptarët? Kjo është pyetja. Dhe unë jam nga Dibra. Merrini me mend dëshpërimin tim kur lexoj që fisi më i madh i lirë, Penestaj, fisi i Dibrës madhe dhe i Dibrës së vogël, që unë i kam quajtur pjesët e dy Berlinëve, unë kam thënë që siç u bashkua Berlini duhen bashkuar të dy Dibrat. Nuk ma merret e mendja kur që Dibranët kanë qenë sklever, Penestaj, nga fjala penes, i varfër në greqisht. Të gjitha këto zbulime unë i kam bërë për të kthyer në Shqipëri. Sepse në vitin 2004 unë nxjerr fjalorin e gjuhëve indo-europiane falas në internet dhe fillojnë dhe qeshin. Miqtë e mi, të afërmit e mi, në vend që thonë bravo të qoftë, në vend që thonë të takon një doktorat, thonë, po ti s'ke lexuar Iliadën, nuk e diti që Iliada është shqip. Sa ashtu thonë të gjithë televizionet, Iliada është shqip. Në fakt, Iliada është greqisht. Është pikërisht dialekt ionik. Pra, të dashur shqiptar, ne jemi të bindur që grekët na kanë vjedhur të gjithë mitologjinë, zotat, që fjalët greke janë formuar me fjalë njërokshë të shqipes dhe kjo është shumë e turpshme.
nuk ekziston asnjë perëndi shqiptare, janë të gjitha greke. Dhe kjo perëndi është marrë nga perëndia e karrocës, e Poredia, perëndia kelte. Dhe emri është në numër shumës në gjinore në greqisht. Dhe ne nuk e kishim idenë, jo unë, pas një akademi e botës. Tani këto filma i kam nxjerr falës për ju, për një arsye madhore. Ekziston një rrezik i madh i shqiptarëve në Maqedoni. Maqedonia rrezikon të coptohet. Dhe shqiptarët thonë që ne jemi bijtë e Aleksandrit Madh, kur Aleksandri Madh të gjitha dokumentat i ka në Greqi dhe ai përhapi helenizmin deri në Irak, deri në Indi. Dhe në gjuhën maqedone të gjitha dokumentat ishin në greqisht. Pra si ka qenë ai shqiptar? Përse? Sepse ne banojmë këtu apo jo? Por këtu banojnë dhe slavët, edhe ata thonë që Aleksandri ka qenë me origjinë slave. Pra edhe slavët dhe ne po sillemi në mënyrë shumë primitive për mendimin tim. Ne duhet të krenohemi me vlerat që kemi. S'kemi nevojë ne që të marrim vlerat e grekërve. Kanë qenë grek në Shqipëri. Të gjitha emrat e qyteteve janë greke. Por sipas të gjitha gjasave, vetë ilirët kanë folur dialekte helene, greke. Dhe kjo është e jashtëzakonshme, zbulim shumë i dhimbshëm. Ku janë shqiptarët? Po gjuha shqipe nuk ishte lindur akoma, gjuha shqipe ka lindur mbas rrëzimit të perandorisë romake, atëherë u formuan fjalët njërokshe, nga shkurtimi i fjalëve të latinishtes, dhe më vonë mbas ardhjes së slavëve në Shqipëri, sepse ne kemi gjinore shumës nga gjuhë slave, jo të ngjashme me helenishten. Pra, kur kuptova këtë, ky ka qenë hidhrimi më i madh, që nuk ka shqiptar para shekullit të 6. Të erëson, shqiptarët janë formuar mbas shartimit të sklevrëve, të grekërve dhe latinëve me zotat e reja të Shqipërisë, zotat e serbëve. Kjo është e vërteta e hidhur. Pra ne jemi shartuar me të gjitha racat e pushtuesve tonë, siç shartohen delet. Kështu jemi shartuar ne. Prandaj jam shumë i shqetësuar, shumë i hidhëruar, dhe prandaj kam nxjerr këto fala, sepse po të ishin këto zbulime që i shërbenin Shqipërisë, unë do i nxirja këto, do botoja libra, po ka shqiptar që i blen librat e mi asnjëherë në botë. Pra ju duhet të shikoni këto filma, t'i botoni vetë shënimet e mia, të thoni 1 milion herë faleminderit që na ke shpëtuar. Këtë mund të bëni ju, të bëheni dishepujt e mi, dishepujt e të vërtetës dhe jo të gënjeshtrës. Në qoftë se ju pëlqejnë gënjeshtrat, atëherë shkoni në kinema dhe shikoni një film për ilirët. Në qoftë se ju doni të vërtetën, atëherë shikoni filmat e mi dhe nxirrni këto si botimet tuaja. Ua kam dhënë falas unë. Sepse unë e di që jam më i madhi të gjitha kohrave. Nuk ka studiues si unë. Jam i papërsëritshëm. Dhe nuk kam nevojë që të nxjerr libra. Nuk është e domosdoshme ta provoj një gjë të tillë. Unë e di vetë se kush jam. Jam shqiptari i parë që kam kuptuar që gjuha shqipe është formuar mbas ardhjes së latinëve dhe mbas ardhjes së slavëve në Shqipëri. Gjuha shqipe është një gjuhë e përzier me gjuhën e pushtuesit. Prandaj nuk ka tekste shqipe të lashta, nuk ekzistojnë. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.